Nga që isha shtatzën një muajshë, i thash Naim, unë jam shtatzën edhe kjo është historia ime, nuk kam dashur që ta tregoj sepse kam pas frikë se mos më lënë edhe ti midis ka rrugëve, më thanë je shumë keq. Unë nuk mund të marr një vajzë që ka një të kaluar të errat. Sepse ishin burrë dhe grua. I tregova tha. Ishit të martuar? Bashkëjetis. Bashkëjetis. Më tha no, thamë je shumë keq, unë as fëmin tënd nuk do. Fëmin tënd, do që ishte fëmia e tij. Po, fëmia e tij më thënë që mos fëmiu yt. Tha, kështu që unë tha nuk mund të marr një fëmijë që ka një nën të kaluar të errat. Kështu që tha ti do heqesh në këtë moment. Pra kisha mundësi për ta hequr. Kisha mundësi, nuk e kam hequr vet, sepse thash ky fëmijë mu do të më lër të jetoj. Nuk e kam hequr, më kanë nxjerr nga shtëpia me plaçkat, më ka thënë shko ka duash. Kam kërku prap në shtet dhe shteti prap ka çuar në Sheffield, akomodim. Kam pas një shtatzani shumë të keqe, kam pas të betohem, nuk kam pas mundësi paraje, 20 pound në javë. Ka që isha dhe shtatzën, kisha nepse çdo gjë dhe nuk kisha ku t'i kërkoj ndihmë për 100 pound. Me çfarë të ardhurash jetoje? Në Sheffield shteti me 20 pound ishte një shoqata Shjana që jep ke vetëm 20 pound në javë. Puna është sepse unë i ka nga shteti dhe u futa prap në shtet dhe tha kur të lindësh gocën do të shtojmë të ardhurat që ke. Kur kam lindë vajzën, aq shumë jam gëzu, por edhe aq shumë jam mërzit, sepse thash kam humb familjen teme, kam humb edhe burrin le të themi. Dhe tani vetëm fëmijë. Në moment që kam lindë vajzën, më kanë thirrë prindërit e mi. Mas shumë vite. Pra ti gjatë kësaj kohë tentoje ti telefonoje, Kam por tentuar, nuk ta hapin ishin telefonin. blocation, ishin blok çdo gjë. Të kishin bllokuar të gjithë familja jote, prindrit, familja, vëllezërit, dajt, tezët, hallat, nuk kisha ku të shkoja. Kam marrë një kushërin që jeton në Londër këto, në Stratford, i kam thënë të lutem, unë jam bamë me vajzë, kam dëshirë të flas veç për prindërit. Aty të më thënë, kur më ka thirrë mami të më thënë aty, ka qenë për më, ka qenë shumë. Edhe gëzim po edhe mërzi, sepse çdo vajzë që gabon ka nevojë për një mbështetje. Kam një gocën dhe kam lënë emrin e mami ka thënë që i ke vendos vajzës emrin, kam thënë ende sepse vajza ka ndej një muaj pa emër, kam thënë të t'jap vendosësh ti dhe emrin e fëmijës tim e ka vendosur mami vet. Edhe çfarë emri vendos? Leonora. Emri kujt? Është mami që ka pas motrën që ka vdek, që ka emrin Leonora. Kështu që nga ai moment dhe deri sot unë flas me prindërit rregullisht, jam me letra, por nuk mundem që shkoj në Shqipëri sepse ende ndjej atë turpnimin para prindëve të mi që kam ikur dhe që i kam lënë domethënë. Sa vite ka që nuk je qenë në Shqipëri dhe që nuk je takuar prindërit? 11 vite. 11 vite. Domethënë tani bën 12 që unë prindërit që kur je larguar nuk ke shkuar fare në Shqipëri. Janë martu vëllezërit, domethënë çdo gjë, por nuk kam qenë, domethënë nuk kam fytyrë që shkoj sepse di se çfarë. E ndjen turpin ende dhe ti të vret mentaliteti dhe ajo çfarë ti ke përjetuar në rrugën tënde të emigracionit. Patjetër, më vret mentaliteti, prindërit më kanë thënë që ne të kemi çu valltare dhe ti ke ikur. Na tërgo pak se sa e vështirë ishte jeta jote, një nënë e vetme, e braktisur nga gjithë, e gjykuar nga mentaliteti dhe njerëzit për shkak të historisë tënde. Si ishte jeta jote e vetme, me vajzën për krah dhe sa mbështetje kishe? Mbështetje ishte zero. Vështirësi me fëmijën tem kam pas, jetën kam pas shumë të keqe, kam pas shumë sfida të këqija dhe vetëm ndihmë nga shteti kam pas. Ndihmë nga njerëzit e mi nuk kam pas. As nuk kem. Sepse unë, e pranoj faktin i kam turpnuar familjen time, por njerëz tjerë nuk janë të familjes time. Kam bërë një gabim, e kam larë me vdekje. Çfarë do thuash që e ke larë me vdekje? Na i trego pak. Jam diagnostifikuar me kancer në kokë. Kam qenë duke bërë një dush dhe ishte vajza vetëm 1 muajshë.
Dhe ku jam dal nga dushi, kam parë që flokët e mia ishin të ra me gjysa. Kam bërë një analizë. Çfarë përjetove në ato moment? Vetëm jam lut, kam thonë o Zot, më lër të jetoj për fëmijën tem. As edhe një gjatë tjetër. Edhe kam bërë një analizë në Sheffield, spitali Sheffieldit më ka pru në Londër, tek doktori Krista Pepa që falenderoj është masa. Ai ka kontaktu, sepse më ka thënë që nëse nuk është ndonjë gjë e rrezikshme, na nuk telefonojmë. Kur mi ka ra mbas 3 ditësh telefon, ka thënë që ti je me tumor në kokë. Vajza 1 muajshe, ka thënë që du të ikësh në Amerikë, sepse është një vend specialist. Kam harru smundjen time, kur vajza ime 3 muajshe ka ra në koma, sepse truri ka prodhu gaz, që është hera parë që kam qenë në shtetin anglez. 3 muaj ditë, unë kam qenë në korridor, edhe vajza ka qenë në koma. Më ranë flokët. Sa kohë qëndroi vajza në 3 koma? muaj. 3 muaj vajza? 3 muaj. Ndërkohë gjatë asaj kohe ti po përballeshe me përballesha me smundjen time dhe nga që isha 85 kg rava në 35. Më ranë flokët, më ranë vetullat, më ranë çdo gjë dhe smundja ime po përparonte. Dhe kur është shu vajza, kam thënë që unë të shpëtova. Sepse aty kam ranë. Domethënë 3 muaj ti po përballeshe me këtë sëmundje, të kishin dhënë shpresa mjekët? Ja. Fare. Pra ti nuk ishe shpresa, nuk ishe një përgjigje nga mjekësia. As nga vajza, as nga smundja ime. Ndërkohë si po gjeje forcë për të shkuar tek vajza, shkoje çdo ditë për ta parë në spital. Jam lutur në kishë të Laçit, që unë edhe pse nuk jam katolik, unë besoj shumë. Dhe domethënë kam thirrë një shoqe që është meditore, Fatjona Jaku, e kam thënë të lutem shkon në kishë Laçit, sepse unë po të çmendem. Kam rënë depresion, nuk folsha, ama smundja ime po përparonte. Më ka thënë miku do i hekim tubat, i kam thënë jo, vajzës time ti s'do i heqish tubat. Kur i ka bërë fiks 6 muaj, vajza ka vështit. Pra ndërkohë që mjekët thonin që vajza nuk ka shpresë, ti besoje Unë që besoja, thëmsha no. Edhe ka marrë kryqin, domethënë ja kam mua afër vajzës, ka marrë, domethënë jam lut ditë e natë, për 3 muaj një javë ditë që më ka bë. Sepse kisha vetëm mendjen se paja vajzën që po trejti dita ditës. Dhe aty domethënë kam thënë që unë po i paguaj mëkatet e mia. Dhe kur më është zgjuar nga koma vajza, jam nis drejt për Amerikë, nga home office që më ka dërgu, ka pagu hotelin, ka pagu, domethënë çdo gjë. Gjatë kësaj kohe? Në mua ishte vajza. Dhe unë ku qëndruat në Amerikë? Në New York, ishte spitali Enkas për kancer. Vajza në spital me ty? Vajza me mua, sepse unë s'kisha ku t'alija vajzën. Nuk mund t'alija këtu shtetin anglez, vetëm vajzën në social. Nëse ti gjatë asaj kohe nuk e dije se sa shpresa do kishte jeta jote, duke qenë se po përballeshe me një sëmundje të tmerrshme, çfarë mendoje? Sa e kam çu vajzën në xhibi, kam bërë një takim rutinë të vajzës. Sa kam dalë nga dera e spitalit, 4 makina janë ardhur policie. Ka dalë një burr, polic, një nga Afrika, ka thënë që ti je mami Leonor, si kam thënë po. Edhe më ka marrë vajzën. Moment që më ka marrë vajzën, unë kam kap karriken, unë i kam ra policit. Se thash të merr vajzën teme, po pikë arsye nuk ban. Kanë marrë vajzën, nuk e kam pa vajzën. Dhe normal jam rraf me policin, kam gjujt aty, policit një gjamje nuk ka, po për fëmijën tem kam bane. Më pas më kanë u prangat, më kanë çu drejt në komisariat në rajon, kanë marrë pyetje, më kanë lënë 3 ditë net në burg. Para se të hija në burg, sa kam hypur në makinë, sa po shnis makina policisë, kam parë që polici nuk e kishte të unë mendjen, kam hap derën të policisë për të gjujt për tu vetvar. Sepse thash, sepse mu fëmin më morën, qa do t'jeta mu. Ma mu fëmin pas një shkak,
as kriminele, as trafikante, as A je vedishme edhe tani, Arsenida, duke qenë se shteti anglez ka rregulla për hir të vërtetës, ndoshta mosha jote, papjekuria, mungesa njohurive dhe mungesa njohurive ligjore, ndoshta kjo gjë të ka penalizuar për të kuptuar realisht situatën. E mendon që ka qenë një situatë e padrejtë, apo mendon se edhe ti nuk i dije shumë mirë ligjet? Nuk i dija shumë ligjet, do doja merrja i këshill në fakt njëherë, sepse njeriu merret, jo të merrje fëmijën nga nana dhe ta largonte. Një fëmijë 3 vjeç ndoshta ti gjatë gjithë kësaj kohë ke qenë e monitoruar nga qendrat e shërbimit social dhe shteti. Unë në fakt kërkova për fëmijën tim, hapa një akont sepse kërkova një avokat shteti, ai më tha që duhet mbi 6 muaj, nuk kemi të lirë. Unë po çmendesha, rrova në depresion, nuk flija, nuk haja, vetëm qaja, kam hap një account, Çfarë akaunti? numri, për me ndihmu shqiptarët e Anglisë që të gjejnë një avokat privat që ta papaguaj që të marr vajzën time. Ndërkohë shteti çfarë të thoshte në seanca gjyqësore? Nuk kam bërë sepse nuk më kanë lënë as vajzën me po, nuk më kanë lënë një angjuzanin fëmijën tim. Dhe unë isha po çmendesha në shtëpi, vetëm qaja, rrobat e saj çdo gjë kisha. Do të thonë as vetë nuk e di si e kam preturava në depresion, hapa një account për shqiptarët e Anglisë të më ndihmojnë që për para, të më ndihmojnë për lekë, sepse unë nuk i kisha 80.000 pound. Më kërkonin lek avokati privat. Më tha që unë po mi dhe 80.000 pound, unë do t'jap vajzën për 10 ditë. Institucionet, gjanat shtetit nuk ma kanë hap telefonin fare. Sepse më thanë të je një nënë e papërgjithshme, nuk je një nënë e aftë për të mbajtur një fëmijë ti. Më pas kam hap një numër llogarie dhe kaq shqiptarët për 3 ditë që du t'i falenderoj shumicën me emër dhe me mbiemër, mu më kanë ndihmuar. Kanë ndihmu Zef Beka, Arben Gjeloshi, Fatmira Breçani, Arif Dusha, më kanë ndihmu shumë njerëz që Agron Hoxha, gjithë, Agron Gjauri, Marlen Qelia, të gjithë pa përjashtim. I falenderojmë absolutisht që gjithë që janë angazhuar për të ndihmuar Arsenidën në momentet më të vështira të jetës së saj. Dhe Arsenid, përpos të gjitha vështërsive dhe sfidave që ti ke kaluar, më ke thënë që familja jote më e rëndësishme ka qenë dhe vazhdon të jetë komuniteti i shqiptarëve të diasporës, shqiptarët e diasporës. Familja e parë janë shqiptarët e këtoni që më kanë ndihmu, më kanë suportu dhe fal tyre unë jam me fëmijën tim dhe sot unë jam normal, sepse një nënë ti merrte fëmijë 3 vjeç, do vriste veten. Më pas ka bërë gjyqin, krejt shqiptarët që më kanë ndihmu, 285 shqiptarë kanë ardhur para gjyqit dhe në moment që unë jam fut në gjyq e kam ditë paktën që unë e kam një mbështetje vllazërore. Dhe gjithë më kanë mbështet, kur kam marrë vajzën që kam dalë jashtë dhe më kanë nep vajzën, kur kam pas shqiptarë për mua kanë, domethënë, nuk e di as vetë si me ta shpjegoj. Kanë qenë njerëz që më kanë ndihmuar realisht. Nuk ja u harroj kurrë. Shumë njerëz, si të kanë ndihmuar financiarisht, shpirtërisht, emocionalisht, financiarisht, janë shumë artista që kanë derë lek në llogaritime, që i përmenda dhe inshallah nuk harroj. Domethënë janë shqiptarët e diasporës ata që të ndihmuar për të marrë vajza. Edhe në Europë, shqiptarët e Europës, diasporës, të Anglisë, të gjithë, biznesmena, politikanë, le të themi, Flamur Ndoka, që nuk i harroj, Isuf Çela, që është nipi im, djali hallësime, që ka derë 10.000 pound, që ka derë cash. Dhe unë që sa leku bën në total? Për 3 ditë janë bërë 80.000 pound. 80.000 pound dhe ku shkuan këto lekë? Ato shkuan tek avokati. Privat. Dhe e fitova gjyqin? E fitova gjyqin, fal njerëzve shqiptarëve dhe unë sot jam falenderuese, po ju përulem gjithëve që unë sot kam vajzë. Okej, ne do ta mbyllim me këtë mesazh të jashtëzakonshëm, me këtë fitore të jashtëzakonshme tënden. Dua në fakt përshëndes edhe një herë, nëse nuk harroj ndonjë emër, duhet të përshëndes një herë biznesmena që ndodhen këtu. Arjan Elezi, që ka lokalin Bujani, që është në Panzgrin. Duhet të përshëndes Arif Dushën, Zef Bekën, Fatmira Breçanin, Agron Hoxha, Agron Gjauri, Marlen Qelia, Besard Mula, Fatjon Mula,
të gjithë pa përjashtim se tani nuk po më vinë. Për momentin. Arsenida, kjo është një fitore jashtëzakonshme dhe ne jemi shumë krenar që kemi një komunitet shqiptarësh të tillë me një zemër të madhe, shqiptar të cilët e ndjejnë detyrimin shpirtëror për t'i ardhur në ndihmë njëri tjetrit. Ne jemi shumë krenar në fakt dhe Arsenid, unë dua të bëj një pyetje të fundit, cila është thirrja jote, apeli jot që ti ke si nën, si grua, si shqiptare diasporës, çfarë ndihmë kërkon? A mos do që ti bëjmë thirrje ish partnerit bashkëjetuesit tënd që është zhdukur dhe që nuk ka dashur t'ja di, jo për ty, por as për të voglën tuaj, vajzën 3 vjeçare. A dëshiron ti bësh thirrje? Jo. Ish partnerit nuk dua që t'i bëj fare thirrje, sepse kur nuk i ka ra vajzës vet, që nuk ka lyp fëmijën e vet, unë nuk i kërkoj, domethënë. Unë thjesht kërkoj nga shteti anglez që vetëm asnjë nanë shqiptare që është këtu mos t'ja marrin fëmijën. E qartë, në rregull. Gjithsesi shteti anglez të ka ndihmuar Arsenida edhe në situata të tjera. Tani unë dua të më thuash vetëm një gjë, cilat janë ndihmat që ka një nën me fëmijë, single mother, ndërkohë që ti ke pasur një histori trafikimi dhe histori abuzimi nga ish partneri jot, dhe kjo ka qenë arsyeja që ti ke përfituar të gjitha dokumentat në Mbretërinë e Bashkuar, por duam të kuptojmë cilat janë benefitet që shteti ju jep nënave, si themi, me fëmijë. Cila ka qenë, ku po jeton, sa ndihmë po merr nga shteti, na tregon situatën tënde konkrete. Unë kam jetuar shumë vende, jashtë Londrës, po dhe në Londër këtu. Tani për momentin jam në East London, në Poplar, dhe kam aplikuar për shtëpi, kam bërë një gjyq që kam pas para një jave, kam fituar gjyqin me vajzën, kam fituar edhe shtëpinë dhe tani do shpërngulem në Ilford. Ndihmat që shteti anglez një nanë, që është si korone ose edhe një vajzë pa fëmijë, është 800 pound në muaj, qiraja shtëpisë që është e paguar, dhe ujë, gaz, drita që paguajnë vetëm 20% gratë që janë me Universal Credit. Jo ato gratë që nuk janë në shtëpi. Ne jam shumë e lumtur që jam me fëmijën tim dhe deri nesër do të rritet vajza, unë s'do më hoj koka baba, përkundër se kam emrin e babait vet vajza. Nuk e kam ndaluar, e kam bërë vetëm që mos t'ja hupi këtë drejt. Në qoftë se fëmia im kërkon babain e vet, nuk do i flas keq, përkundër unë do i flas shumë mirë, një baba shembullor, pavarësisht se nuk është, unë do t'i them që e ke baba, në qoftë se don ta shikosh mirë, në qoftë se s'don, është jeta jote. E qartë. Pra vajza e kërkon që tani dhe e kërkon qysh tani baba, po çfarë t'i them, çfarë përgjigje t'i jap vajzës? Unë nuk di as përgjigje t'i jap vajzës time. Është e vogël, kështu që kur të rritet pak, edhe mund të them. Por e ka baba, fundit është baba i vet. E qartë. Në fakt kjo është një histori që nuk mbaron këtu. Është një histori që vazhdon. Historia e Arsenides, unë do thoja, duhen libra për të shkruar dhe për treguar gjithë rrugtimin e jetës së saj, vuajtjet, sfidat, dhe duke qenë se bëhet fjalë për një vajzë të vogël tani e cila kërkon me të drejtë babain e saj, kjo histori mbetet këtu. Unë nuk mund ta quaj një histori që ka përfunduar këtu, sepse është një histori që vazhdon. Por që jemi të gjithë këtu së bashku për ta mbështetur Arseniden, ajo ka pasur mbështetjen e shqiptarëve diasporës dhe vazhdon ta ketë, sepse për Arseniden shqiptarët e diasporës janë familja e saj e parë. E mbyllim këtu, duke falendëruar dhe juve shqiptarë të diasporës që po na ndiqni përmes kësaj videoje. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube channel dhe mirëpres shumë histori tjera për t'ju bashkuar podcastit tim dhe për të ndarë rrëfime jetësore, por jo vetëm edhe histori suksesi. Ndajemi këtu bashkë. Faleminderit dhe kalofshi sa më bukur.